Megjithëse nisëm nga parimi që thoshin që demokratët e jugut të Amerikës, i cili është një vend rud, si thonë, janë të barabartë me republikanët e New Yorkut dhe të Veriut. Dhe mendoj që një demokrat që s'ka parit është i barabartë me një socialist të Shkodrës. Unë e kam gjort... Se e ke nisur karrierën si demokrat, apo jo? Sigurisht. Unë e kam gjort edhe më duket e pasaktë. Në rastin tim mund të jetë saktë, unë nuk kam qenë një demokrat, si thua, ekstremist, radikal. Normal, i shkolluar, i lëqitur. Por shoqëritë të tilla si kjo, si Skrapari, që ka qenë i kuq, komunist, edhe i ka qenë rreshtuar haptas me regjimin komunist. Aty me shumë gjas, ata që lindin si oponent ose disident, ata bën më të egër për shkak të si thua, të kësaj ideje që përballë kanë një mur të madh, që nuk kupton me cilin veprim kundër veprim është, reakcion kundër reakcion. Kështu që për mua teorikisht si rregull duhet ndodhte kundër, që në vende si Skrapari duhet lindin demokrat më të egër, edhe në vende si Shkodra duhet lindin të majt, si thua, apo progresist më të egër, apo komunist më të egër, sepse kam përballë, ai që ke përballë ai të kondicionon ty, ai të jep edhe formë ty. Nëse ai është radikal, do bësh radikal edhe ti, ndoshta çik më i madh. Kjo është arsye pse aty në Shkodër ka pas fjalë konflikte midis katolikëve dhe muslimanëve vazhdimisht, dhe që si potencial ekziston akoma. Pse se në momentin që bëhet radikale njëra anë, për të mbrojtur pala tjetër do bëhet radikale. Shiko, unë kam jetuar 18 vjet në Shkodër dhe me thënë të drejtën e jo pak a shumë atë nuk mendoj që janë në fakt edhe disa udhëtar të huaj që kanë vrejtur diferenca të mëdha, për shembull katoliku i qytetit ndryshon nga katoliku i Malësisë, muslimani i qytetit ndryshon nga muslimani podgoriçan, që janë muslimanët le të themi që kanë ardhur nga luftrat që kanë ndodhur në vendet e ish Jugosllavisë, në Bosnjën, në jugun e Serbisë. Sikurse ndryshojnë katolikët e Shkodrës dhe të Malësisë, ndryshojnë nga katolikët e zonës fushore. Pra, megjithatë di them këtë që hiq një pjesë të elaboruar të katolikëve që janë katolikë sepse kanë vetdije pse janë katolikë, pjesa tjetër nuk i shoh shumë fanatikët, dhe jesh i bindur për këtë. Ti e di për shembull që Mehmet Shpendi ka qenë katolik? Bjelëmisë së Shalës me emrin Mehmet, ishte katolik. Pse? Sepse nuni ti vuri emrin Mehmet. Ose, domethënë, ka shumë gjëra të tilla që ndodhin. Prandaj them nuk ka përhapje të tilla, po dua ta mbyll me fen. E kam më tepër te demokratët, u bre demokrat, vjen nga shtresat e përsekutuara, apo e shikoj komunizmin që hariti pikën në ngopje dhe s'të lejonte modernizimin e vendit të tënden personalisht. Lëvizjen e lirë, veshjen si mbas qefit, bjedhën e lirë të një të riu. Unë deri në vitin 90, unë nuk e kam ditë që ka pas burgosë politik kaq shumë. Unë dje që kishte, le të themi, disa dhjetra në Shqipërinë. Nuk isha një kokçare të madhe edhe për politikën. Nuk isha thjesht një lloj marrëdhënie gati që moshnurën armiqësore, gradualisht, me regjimin për arsye që nuk kishin bëni me persekutimin, se sa kishin bëni me mungesën e lirisë, për të lëvizur, mungesën e lirisë për të jetuar, edhe brenda vendit, për të jetuar aty ku ti do. Një miku jot ka shkruar që kur keni qenë student dhe ishi duke pirë kafe, pa djalin Ramiz Alis që e la makina dhe tha pse mos kemi edhe ne një makinë. Megjithëse Beni ka qenë një njeri që rinte diskret, nuk është se ishte shumë bërtitës. Pra mos e ka ardhur ky antikomunizëm si një mungesë mundësish për tu afirmuar? Nuk e di, ideja që unë isha në Shkrapar edhe unë nuk kisha, unë doja të ndryshoja jetë, unë doja të jepja jetës time një drejtim tjetër, unë ndryshoja dot as profesion, ndryshoja dot as vendbanim, edhe vija re që aty promovoshin njerëz që nuk kishin vlera. Pra ishin këto që më bezdisnin fillimisht. Pastaj
Ti ke mbaruar inxhinieri elektrike? Elektronik, dhe punoj në Telekom. Me profesionin tënd i vetmi ku mund të punojë në skrapar, kjo ishte Telekom. Pastaj u rrit niveli i shqetësimeve dhe u bën impersonale, ideja që njerëzit nuk ishin të lirë, nuk ikin dot jashtë Shqipërisë, ose pastaj vjen edhe ana ekonomike, njerëzit nuk kishin të hanin, ishte varfëri e madhe. Po ndërkohë unë kisha mësuar çik tani, apo që jashtë Shqipërisë nuk kishte varfëri, kisha dëgjuar ose më kishin thënë, kisha lexuar, kisha parë pak televizor. Edhe këto më bën antikomunist. Por nuk isha antikomunist 100%, deri në fund. Unë u bëra pastaj, mbas vitit 90 në rrugën e sipër, u bëra edhe më shumë antikomunist, sepse dolën këto pastaj që burgjet ishin mbushur me të persekutuar politik, dolën pa mizorit, dolën pa dhe bloku. Me iso për blokun e dinje, po shumica njerëzve nuk e dini që ekziston një blok, ku njerëzit jeton në një kaset saktuar, rrethana luksi. Me iso dhe ishe një luks relativ, por për kohën ishte luks i rëndësishëm. Thjesht ekziston të talloni, po. Kështu që nuk kam qenë i persekutuar, për kundërzi, familja ime ka qenë, bile dhe unë vetë kam qenë kandidat partie, në momentin që ndodhi 90-a, i Partisë Punës. Edhe u bëra, jo sepse isha komunist, sigurisht, sepse në atë kohë unë nuk e doja komunizmin, u bëra sepse drejtori që më donte shumë atëherë, ishte një burr komunist, edhe më thoshte vazhdimisht duhet të futesh në parti. Po, ishte mënyra e vetme për të... Edhe mua ma kërkuan të futesha në parti, profesori im Servet Terihati, që isha i zgjidhin komisarët në përgjithësi, ata i donin të gjatë, të artikuluar. Po e dia vetën që s'isha për atë punë, dhe i thash, jo faleminderit, jo se kisha ndonjë pikpamje antikomuniste, thjesht më dukej ky një ngushtim i lirisë time personale. Kështu edhe i thoja faleminderit, por nuk kam ndërmend, nuk dua të i qeve në profesionit dhe jam i fokusuar tu. Ma tha disa herë, më tha, pastaj në fund më pak kështu, "Rreta, se ti je i pari që po i lutemi", tha, "e ti nuk do." Edhe kështu po kjo punë. Mbaj mend bile pastaj kur themeluam për dën atje, edhe unë shkova, u dorëzova tesin e partisë e kandidatit, dhe shkova në mbledhjen e këta komunistët e Telekomit, edhe unë thash, se edhe ky drejtori më tha, po na shpjegoj çik mua pse e le Partinë e Punës. E thash, nëse se keni kuptuar, nuk mund t'u ambush me tani. Po unë ju bëj thirrje që të gjithë siç të linjat o tesrat, të dorëzoni. Dhe më mund drejtorin tim që futu dorën këtu, e nxori nga astari, edhe me dorën që i dridhe, i më tonte mua para syve, dhe thoshte që unë me këtë do vdes. Edhe... Ishte burr i mirë, kupton? Po. Ishte burr i mirë, po unë trondita me atë gjithash, i kërkova një gjë të pamundër, ndoshta unë kalova vinë e kuqe në trethan. U tregova dhe i pa edukat ndoshta. Në fakt i po kërkoj një monizëm tjetër, ikni nga PS-ja dhe hajde në gjithë e PD. Okej, po jo, ishte edhe një lloj, si thuash, një lloj reagimi në rrethana që komunizmi mori fund dhe dohet të thoja këtyre njerëzve, do ta merrni vesh edhe ju që ka marrë fund komunizmi. Po PD-ja kur mori fund uçi? PD-ja për mua ka marrë fund në vitin 1996. Janë disa etapa. Unë kam qenë ideali kur është arrestuar Fatosnano, atë unë jam shqetësuar për herë të parë. Nuk kam qenë emigrant. Aty thash, kjo është një gjë. Por nuk kisha me këta diskutoja atëherë. U kur erdha këtu, sigurisht e shpreha si shqetësim. Ky ka qenë gjesti i parë i rëndë, si ishte shumë i fortë. Pastaj gjesti i dytë ka qenë në thegjashtë, kur ranë deputetët, po unë ndërkohë ishte shkëput nga PD-ja, se unë shkëputa mbas referendumit, deri te referendumi isha deputet. 94. Aty ishte edhe këshill kombëtar, ishte edhe kritik, ngrija edhe zërin, edhe aty jemi njohur edhe mirë me Berishën. Edhe kam qenë një nga pak njerëzit brenda këshillit kombëtar që ngrija zërin, si kryetari i Partisë Shkraparit. Po kur ushtrua dhunë dhe i deputetëve në mënyrë spektakolare në sheshin Skënderbej, dhunë e qartë, evidente, aty tha që ky është një regjim i çmendur. Edhe aty me Berishën përfundimisht nuk kam pas me asnjë dilemë. Mua edhe kaq kam mjaftuar që ai të hidhet në koshën e plerave. Lërë pastaj çka ndodhi më mbrapa, që ndodhi në 97-a, e që ndodhi në 88-a, edhe me radhë. 21 janari, etj. Muçi, ka një dualitet në personazhet historike. Për shembull, kush e ka takuar Enver Hoxhën thotë që në marrëdhëniet personale të hipnotizonte.
Shumë kujtimet e vetë, Todi Lubonja e thotë këtë. Kishte një shikim hipnotik, thotë, kur i shkoje në zyrë, në momentin kur nuk i interesoje më e shpërqendrohej diku tjetër, ka llojin e shikimit, thoshte që aty ka bërë përshtypje që nuk të shikonte në sy, po të shikonte diku në një pjesë të ballit, një pikë të ballit, e përshkruan shumë bukur. Ndërkohë, ishte një kalkulator i pamëshirshëm politik. Sali Berisha kam dëgjuar të njëjtën gjë, është një kalkulator i pamëshirshëm, po në marrëdhënie personale ka një diçka prej malsori, një diçka virile, njëkohësisht, nuk e di, nuk e kam njohur, nuk e kam takuar përveç se 2 herë, po në pozita zyrtare. Qa mendimi ke për Berishën? Te Enver Hoxha nuk po i hidhem se nuk e kemi njohur as unë si personalisht. Kush është ajo kryesorja e Berishës që ndoshta do ta marrë në qafë ose do ta lërë në histori, ose për çfarë do mbetet në histori Berisha? Po, nuk e besoj se duhet presim akoma për të marrë vesh nëse duhet përfundoj për mirë apo për keq në histori. Unë mendoj që ai ka përfunduar për keq në histori. Për gjërat që ka bërë dhe për gjërat që po vazhdon të bëjë, edhe me të shoh do ta teproj gjithmonë më shumë dhe ka për të përfunduar dhe keq. Nuk diti ta mbyll me nder të karrierën e vet politike. Ju dhanë edhe shanse, nuk para jepen njeriu shanse siç janë dhënë atij. Pasi u përzu me armë, u soll përsëri në pushtet edhe ndoshta është dhe meritë e tij, a? Ndoshta është dhe meritë e tij që u rikthye prapë. Okej, ti vetëm them pra mua që ishte regjimi Fatostanos, që me 2 duar dhe mallkonin vetëm se s'kemi 4 kur vjedhin. Kështu që ai nuk do të vinte, po prap kur erdhi unë thoja, ore, mund të kenë zgjedhur një mësim ky. Kishte një minimum, e bile edhe vinte një natë, që ju dha shanse dytë dhe ky tani do riparoj veten. Edhe, nuk që e thënë, ishte pa mundur. Në mandatin e parë, sigurisht ishte pak i kujdesshëm, po sa mandatin e dytë që edhe për gjërat që ndodhen ishte. Po ka qenë njëri konfliktual. Në jetën private, unë e kam takuar dhe në jetën private në tavolinë është normal. Është një normal. Por nuk të impresionon, mua nuk ka impresionuar. E mbajnë edhe si njëri që lexon, sigurisht që lexon, ai e demonstron që lexon. Po ka përshtypjen që e ka mani të manifestoj faktin që e lexon. E ka mani këtë gjë. Ndoshta kjo vjen edhe nga një frustracion i brendshëm, duke qenë se mund ta kenë përbuzur në të shkuarën. Megjithatë unë mendoj që ai është njëri i cili mungesën e fisnikërisë edhe të klasit e mbulon me inteligjencën që ka. Është inteligjent, po, unë e njoh inteligjencën, inteligjencë që fqinjeron me dinakërinë. I njoh edhe energjitë e mëdha që ka, këto janë 2 tipare të rëndësishme. Por nuk janë tipare që i duhen veçuar si gjëra pozitive. Sepse energjinë kur e ke dhe ke disponimin e mirë, edhe si politikan e si njëri, energjia është gjë e mirë. Apo inteligjenca, janë gjëra të mira. Por kur ke disponimin e lik, ato janë gjëra më të këqija që mund të ndodhin. Robit, po se popo edhe shoqërisë që është në hyjmen e atij robit. Kështu që, pastaj ka disa tipare, se sigurisht përderisa ai arrin të imponohet një pjesë e shoqërisë, do thotë që ka disa virtute, që si kanë të tjerët. Ai përgjithsisht dhunti më tepër se sa virtyte. Edhe virtute. Ai në jetën private ai është shumë rezervuar dhe nuk e shef kur lokaleve, nuk e shef le themi ta teproj. Në jetën private gjithmonë. Ai nuk ka marrëdhënie jashtëmartësore. Unë se besoj kur që mund të ketë pasur marrëdhënie jashtëmartësore. Edhe ai është një familjar i mirë. Ditë komunikoj me njerëzit që e mbështesin, ditë i mbaj. Kjo e parë kështu nga pozitat e tij që do interesin publik, e shef si gjithë keqja, që mbron njerëzit e vet edhe kur bin zullume. Mi po kjo i shërben atij për i jep mbështetës. Dhe ky është dipar i mirë, për siguruar mbështetje. Ti nëse nxjerr namin vetes që ti bën për të tut, kjo të jep shumë mbështetës. Këtë dipar e ka dhe Meta. Rama se ka këtë gjë. Është defekt i njeriut modern.
unë ja shoh si gjithë pozitive Ramës, po ai në rrethana të tjera, nëse do kishte një opozitë të fortë, ai do ishte penalizuar, edhe do binte nga pushteti shumë shpejt. Sidomos në Shqipëri që këtu e çmojnë të gjë, këtu pos mbajtin, ai nuk merr mbrojtjet vetët, ç'a do atë. Nuk do ta thoja, se sa njerëz që nuk bien në sy i mban, po gjithsesi. Jo, njerëzit po i shkojnë në burg, apo edhe ky her pas here thotë, "Jo, mos mendoj njëri që do ta mbroj, pse nuk merret me ata, nëse ke punë me drejtsinë, shkojnë drejtësia." Ku e thot Berisha këtë gjë? Po kjo vjen ku ju ke hyrë në pjesë. Kjo është pozitive, ëh? Mirë. Unë e shoh si gjë pozitive, e shoh si cilësi pozitive të Ramës. Por kur vjen puna tek në mjedisin shqiptar. Po, mjedisin shqiptar edhe nuk e di, aty ka ecur sepse ai e ka opozitën dobët, po me këtë tipar që ka, ky nuk është tipar që do funksiononte në shoqërinë shqiptare, nuk do jepte vota. Ka edhe një lloj karizmë, mendoj unë, na pëlqen, por mua Berisha ka karizmë, ka edhe leadership, pa diskutim që hyn ndër njerëzit me leadership.